In 5, 4, 3, 2, 1. Shërbimin shëndetësor falas brenda 4 vite para të qeverisjes sot. Dhe shfrytëzojnë edhe në një farë mënyre panikun, edhe ankthin, edhe pasigurinë e një familjari, po edhe një lloj, më falni, po mendje lehtësie, sepse si mund t'i besosh qoftë një infermiere, që kjo s'ishte as infermiere, dhe si mund të japësh lek pa bërë minimumi verifikimin se me kë po flet. Minimumi verifikimin se me kë po flet. S'ka ardhur vërtet me mend në kokë. Djali inteligjent që i do llafet. Atë muhabetin e kopsitëm. Të rjerë kam qenë asu drejtorin. Shikoni spitalet, shkoni hapni syt atje si jashtë spitalet. Suma që Tirja nga unë ka marrë është rreth 8 milion e pak lek. Të vjetra. Mos u ngopsh. Na vjetra. Më mirë ti se ata. Ku ka një sfidë, duhet ketë një zgjidhje, ashtu si kryeministri gjeti një zgjidhje me vaksinat e para. Pastaj javën tjetër vaksinat e tjera, pastaj kështu me radhë derisa të vaksinohen. Por ka shumë të bëjë kush e qeverisë vendit. Si të vjen turma pa pushove. Ëndra dhe dëshira. Mjaft. Shërbimin shëndetësor falas. Po, kështu them edhe unë. Mjaft për sot. Dhe krijon perceptimin që kjo është një mënyrë të punuari e shumë njerëzve apo vështirëse e sistemit punës. Gjithë investigimet e tyre nuk ka rezultuar që ajo sanitare ishte lidhur me mjek dhe ky ishte një zinxhir. E pe veti apo të thanë ty e një? Jam me këta dyshim. Ju, e tani po thoni që ishte kjo sanitaria, kjo mashtrusja, kjo dhe gjithë pjesa tjetër është shumë mirë. Ndërkohë që prokuroria do ta hetojë këtë çështje. Unë kam marrë mbrëm përgjigjen e analizës shkencore. Se zakonisht ju kshu i me edhe kur ishte rasti Zaganit, kur ishte rasti aty Rajës atje që atë s'është vërtet se kishte parë kamerë. E para punës një. Prandaj po them që. Jo. Ja ku erdhi varka që të vjen në breg palagu. Unë kam parë kamera. Dhe mbi të gjitha një premtim që mund ta bëjmë që tani, nuk do vjedhim në mënyrë kaq flagrante sa që kanë bërë. Do vjedhim më bukur. Faleminderit Salci. Cuk, po ti do më vdesësh mua. Unë po ju them vetëm kaq. Më ndihmoni dhe na ndihmoni që të kemi timonin pa pasur të tjerë në prerë. Premtime e para punës që është një premtim. 3 muaj para se Edi Rama të largohet. Nxjerr kronikat. Ishte eksaktësisht e njëjta gjë. Me tamet mëdha, do vinte një tjetër shejk, 250 milion euro, gjigande, pak javë para zgjedhjeve 2017-s. Puna do të shtohet. Rroga do më vët. Do t'i vënë në rregull. Njeri mos tankohet. Deri në datën 7 prill, ti personalisht dhe çfarë tha? Do të mbaroj para zgjedhjeve, para Jo, zgjedhjeve. s'ka rëndësi zgjedhje, nuk është. Kam lexuar në shtyp që kjo është diskutuar për falimentim si kompani, por këtu s'duhet jem abuzuar. Kam lexuar në shtypin e huaj. E treta. O zoti bashkë. A mund t'i publikoni emailët, ftesat që ju kanë dërguar grupit për qenë? Më falni, po pse qeshni? Tani më fal. Kush është problemi? Ku është problemi këtu? Ku qëndron problemi? Kujt thot
Juve punoni për 5 oligark. Juve jepni koncesione, i them na tregoni një koncesion. Një koncesion vetëm. Kot po lodheni, kot. Kot them dhe unë. Me urën çfatën gjanëm. Ç'të keq u bën ajo? Dhe ka vetëm një njeri që mund ta bëjë realitet, është Edi Rama. Këto ditë janë vaksinuar nga 60 persona në ditë. Në rast se ne do vazhdojmë me 60 persona në ditë, nuk e di se në cilin shekull mund të mbaroj vaksinimi. Kryeministri thanë brenda vitit 2022, por në këto ritme nuk më rezulton. Ore jepi duarve mjaft tjetër. Do të përballemi me zgjedhje se kush do të trajtohet i pari. Në zi e pres rastin e parë në fakt. Por në kurrës, po më pen në spital, më bëjt sopa. Do të gjesh diçka që unë s'kam asgjë për të fshehur. Ndërsa aty që i ngec në fyt Vila Sorrelit, ai mund të përdori çdo. Unë kam qenë emigrant. Edhe zonjën që the, edhe në një zonjë tjetër, edhe në një zotëri tjetër, vilën e Sorrelit ai nuk e justifikon dot. Pallatin në Paj ai nuk e justifikon dot. Ajo duket normale që në kohën kur Shqipëria po përmbytet, dy ministra të qeverisë, ju si në kryetar bashkie, drejtori i komunikimit të kryeministit të marrin pjesë në një takim që siç po e prezantoni ju është takim njohje me çka ka bërë firma, dhe jo në marrëveshje e rëndësishme. Shki që qënë, shki. Tua të ha, por nuk kam të fut. Nuk pere në ditë. Momentin që neve duhet të gjejmë mënyrë si të ftojmë kompanitë huaja në Shqipëri, duhet shkojmë të përdorim të gjitha mënyrat e mundshme të lishme që këto njerëz të joshim në Shqipëri. Do bësh meme, sorry, do bësh meme. Që këto njerëz të joshim në Shqipëri. Dëgjoni këtu. Çupa do burr. E kuptova mbrëm. Patjetër që siç nuk ka pyll pa derra, nuk ka asnjë sistem dhe asnjë sektor ku të mos gjenden kundërina të tilla. Po ngrihem e po bëj një autokritik të shëndosh. Kush i thot kësaj qeverie që është qeveri e një pakice, është qeveri e 10 oligarkëve, është qeveri e të pasurve, i merr të keqen. Ashtu pra.